Dhe jemi gati, e kemi gati hekurin të fillojmë me hekurin atëherë të largojmë. Po i bie dhe pak me uthull molle, sepse uthulla e mollës është shumë e mirë për ta disinfektuar dhe për mos të ngjitur në një push, në një gjë të zezë, në i rarë siç është e nxehtë. Dhe mund ta kemi gati për hekurosjen. E provojmë prap hekurin në një pecet të pastër, unë do ta provoj në një pecet të pastër, se këtu janë këto papastërtit, që të fillojmë të hekurosim një këmish të bardhë. Zgjodha një nga këmishat e varura aty. Po, shumë mirë. Ja, unë tani po e provoj një pecet të bardhë, një pecet të zakonshme që të hekurosim edhe nëse lëshon hekuri, nuk ka, po deri tani nuk ka lëshuar asnjë. Jo, nuk ka lëshuar asnjë gjë dhe është shumë e pastër për një hekurosim. E kemi gati. Vendosim temperaturën për materialin që ka këmisha. Mua mi jep. Do i marrim, po. Copat i largojmë dhe jemi gati si të hekurosim siç duhet një këmish. Tani Burash apo grash, që si kanë, duhet të jetë hekurosur në mëngjes. Që duhet të jetë që neve të jemi të rregullt kur shkojmë në punë, kur shkojmë me një zyrë, me një takim. Ka njerëz që thonë të gjitha i hekuros, po të gjitha vetëm këmishat nuk e hekuros dot. Shiko, dhe se do na bësh punën më të thjeshtë. Këmisha shumë e kollajshme, nuk ka ndonjë gjë. Unë kam një sekret e këmisha, do ta tregoj pastaj. Po bëjmë hekurosjen tani këtu, edhe do të them edhe për mëngën e këmishës se si hekurosat. Për të bërë vizën siç duhet tek mënga. Po, shiko sa i pastër është hekuri që nuk lëshovi asnjë lloj gjëje të mbi këmishë, se këmisha është e bardhë. Dhe mund ta tregojmë që është shumë okay. Është e dukshme. Tani këmishën e marrim e hekurosim të gjithë si zakonisht, siç bëjmë ne mamat punët në shtëpi. Që janë të shumta punët e papaguara në shtëpinë tonë. Në shtëpinë tonë e punojmë. Okej. Pra, marrim njërën krah, pjesën e kurizit. Po, e kurosim komplet pjesën e kurizit. Pra, nisim nga pjesa e kurizit. Po. Ndaj na ndihmon dhe pjesa e ngushtë e tavolinës. Po, dhe pjesa e ngushtë e tavolinës është shumë do ta na bënte punën më të vështirë nëse do ta hekurosnim mbi një sipërfaqe tjetër dhe jo mbi një tavolinë, se jo të gjithë i kanë mundësitë. Po, jo, ti çojnë në pastrim kimik, nuk i kanë të gjithë mundësitë që të vend hekurosin një këmishë ose një bluzë ose një gjë, se nuk është. Mund ta bëjmë edhe vetë siç bëjmë çdo gjë në shtëpi. Po. Te mbaruam me pjesën. Tani ne mbaruam komplet me pjesën e mbështetjes. Tani këtu është një lloj sekreti që duhet ta bëjmë kështu. Te pjesa e supit, po. Te pjesa e supit sepse na del e pa hekurosur edhe e rrudhosur. Edhe pjesa e paqafës. Paqafës edhe pjesa. Në fund kemi lënë mëngët. Qafës. Po në fund kam lënë mëngët edhe do ta tregoj pse dhe këmisha nuk rrudhoset. Edhe ka një detaj këmisha që ne nuk duhet ta bëjmë me vizë. Mëngët. Këto mëngët që... Po. Zakonisht duket. Kjo është një këmish me vizë. Dhe ne duam pa vizë. Unë këtë sekret e kam mësuar diku në një zonjë në Athinë, se jam rritur në Athinë. Edhe ajo e tregonte që këmisha duhet jetë sa më... E lishme, pra pa këto vizat të karakteristike që tregojnë atë krekosjen sistemin e të këmishës. Se njeriu mëson kudo, edhe është gjë e bukur, ajo gjë e mirë që njeriu t'i di të gjitha, kjo do me thënë duhet ta prishim këtë vizën e kësaj. Po, duke e prishur atë krijohet tjetra. Ja. Ja, do me thënë nuk krijohet tjetra. Krijohet tjetra, po këtu tani nuk do t'i japim detaj fort. Okej. E kuptan, shiko sa bukur nuk duhet t'i japim detaj të fort. Asaj që hekurosëm. Pra, këmisha duket më bukur kur është pa vizë. Këmisha duket më bukur është pa vizë. Tani këmisha këtu nuk ka vizë. Edhe ka tek meshkujt viza me pashme dhe nuk duket. Okej, po me kalimin herën tjetër, për shumë? Me kalimin herën tjetër, kalon akoma e më mirë, sepse nuk e merr atë pjesën e rrudhës. Derisa të vi AI, inteligjenca artificiale me ato pajisje që ka sjellë edhe për pastrimin e shtëpisë. Ishte një pajisje që qarkullonte në internet, ku ti e vendosje të gjithë këmishën, pantallonat, fustanin, bluzat brenda. Shkon në një zyrë, në një takim, në një kështu duhet jetë më patjetër, është më fine pa vizë. Shiko, si dalin burrat jashtë, është fuqia e gruas brenda në shtëpisë, si e ka hekurosur larg
pastruar atë. Po e drejt. Jo, po thoja që qarkullon internet, këto kohët e fundit e kam parë, mund të ketë dhe shumë kohë dhe unë e kam kapur në vonesë. Me një buton, ti e vendos bluzën këmishën brënda dhe shty butonin, ajo merë, okej, për pak sekonda formën që duhet jetë e kurosur. Tani ne po e përfundojmë dhe mëngën tjetër dhe gati për ta veshur, kemi dhe këmishat e tjera, po këto t'i lëmë më pas. Pra e kuroseni shumë thjesht, shumë kollaj me një hekur të pastruar mirë. Unë të falenderoj Laureta për këshilla, do t'jemi sërish besoj për këshilla shtëpie, pasioni dhe dëshira e shumë zonjave të shtëpisë. Të uroj një ditë të bukur. Është gjë e bukur të jemi sa më pastër, sa më komod, të ndihemi rahat me veten e me gjithçka dhe me të tjerë dhe me familjen. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit juve. Faleminderit dhe shikuesve që na kanë ndjekur, shihemi nesër me Reze Dielli.